A duhet më ureshtu edhe me veshën? Duhet krejt, gjithë bashku. Një për të gjithë për një. Sot e prita nipin. Për me mori uniform si na takon e na ka taku me shekuj. Ato si na ka në zoti edhe gjaku i dëshmorëve. Shumë krenare që i shërben avdhet e uroj ato me gjithë shokët e tij. Cili është mesazhi që kishte dhënë për të rinj? A duhet më ureshtu edhe me veshën? Duhet krejt, gjithë bashku. Një për të gjithë për një. Kur e vendosëm u boshtë? Qysh herët, ku s'ma jep këmundësia. Kur ta dhanë lajmin ta komentun që kimu bo ose e pranu, çfarë ndjenja pate? Ndjenja të papërshkrueshme. Sot e prita nipin. Djalin e Dionisi Safi. Qysh po një është tash? Shumë mirë. I mrekullueshëm. Kur e morë vesh që nipi po të bëhet ushtar, qysh reagove, çfarë ndjenja pate? Jemi marrë vesh shumë përpara për këtë punë. Se ka pas ndjenjat e stërgjyshme, gjyshme, babëse, nonëse, deri që tu. Për me mori uniform si na takon e na ka taku me shekuj. Sot e kemi ato që na ka në zoti edhe gjaku i dëshmorëve. Në krye me Adem Jasharin. Kur ta dha mesazhin që u bë ushtar, çfarë ndjenje pate? Knaqësi e madhe ishte. A dolën lot, atëherë. Po për zotën, po. I faleminderit shumë. Për gjenerata të reja kisha dhënë një mesazh që mos bëhen marak me dalën për rrugat botës. Unë vetë personalisht jem si deri në Australi jem sot këtu. I bëj lutje si mos me lëshu këtë vend e me punu për këtë këtunën si e kem plan me ari. Jam shumë e gëzuar e emocionuar për nipin tim. Dhe jam shumë krenare për sot për diplominin dhe shumë krenare që i shërben avdhet e uroj ato me gjithë shokët e tij. Urime për nipin e Faleminderit. Shumë krenar që i shërben avdhet. Zoti ja u hat me të mirë edhe juve. Se ju keni punë shumë, e Zoti ju ndihmo.